Ky çaj të heq dëshirën për bukë dhe shumica se din. Shumë persona që duan të dobësohen nuk kanë problem me vaktet kryesore, por me dëshirën për të ngrënë mes vakteve, sidomos diçka të ëmbël. Për këtë arsye, nutricionistët rekomandojnë shpesh çajin me kanellë dhe mollë. Ky çaj ndihmon sepse ul dëshirën për sheqer, stabilizon nivelin e sheqerit në gjak, përmirëson metabolizmin, jep ndjesi ngopje, ndihmon tretjen pas ushqimit. Përgatitet një gotë ujë, një shkop kanellë, disa feta molle me lëkurë. Zihen bashkë për 10 minuta, hiqen nga zjarri dhe pihen të vakta, si përdoret për dobësim, një gotë pas drekës ose në mbrëmje për 10-14 ditë. Kujdes, nuk rekomandohet për persona me tension të ulët ose për ata që janë shumë të ndjeshëm ndaj kanellës. Ky çaj nuk bën mrekulli, por ndihmon shumë në kontrollin e oreksit dhe zakoneve të ngrënies.